Policët Besim Sulejmani dhe Hashim Kabashi kanë dëshmuar sot në gjykimin për përleshjen mes familjes Berisha dhe Avdulaga në lagjen Arbana të Prizrenit me 2014. Në këtë proces gjyqësor, Skender Berisha akuzohet për vrasje, ndërsa të akuzuar janë edhe 14 persona të tjerë. Përleshja tragjike kishte ndodhur në prani të 2 policëve dëshmitar. Madje, policia Hashim Kabashi ishte plagosur nga armët e shkrepura gjatë përleshjes mes familjeve. Në seancën e sotme, Kabashi rrëfeu për detajet për atë që përjetoi ai me kolegë me 29 qershor 2014, ndërsa kolegu i tij Besim Sulejmani u ballafaqua me skicën e terrenit të vendit të ngjarjes nga avokati Flerim Vërtopi. Sipas avokatit, 2 deklaratat e dhëna nga polici nuk përputhen njëra me tjetrën. Ndërsa avokati Halil Palaj, përfaqësuesi i palës së dëmtuar, tha për Kallxo.com se ka pasur mos përputhje në deklaratat e dëshmitarëve okular, mes asaj që kanë thënë në prokurori dhe në gjykat, se nga cila palë kishin ardhur të shtënat. Po gjykata gjatë vazhdimit të procedurës, ndërmarrjet e hetimeve të tjera, ndërmarrjet e procedurave të tjera të vërtetohet se dhe çka në fakt ka ndodhur ditën kritike këtë ngjarje penale. Familjet Berisha e Avdulaga u përplasën në vitin 2014 për shkak të një mosmarrëveshje lidhur me një pronë. Nga kjo përleshje masive vdiq një antar i familjes Avdulaga.